Akuzat e babait të Selin ndaj Mirit. Vajza e Derflorit ka diçka për të thënë për banorin. Një debat i nxehtë ka shpërthyer pas deklaratave të babait të Selinës, banore së Big Brother VIP 5, gjatë një bisede telefonike për Shqipëria Live. Jeton Bollati nuk nguroi të komentonte marrëdhënien e vajzës së tij me Mirin, duke e quajtur këtë të fundit një mashkull pervers dhe madje zhigolo. Deklaratat e tij të forta kanë nxitur reagime të menjëhershme nga familjar, të afërm dhe miq të Miris, të cilët dolën në mbrojtje të tij. Ndërta ishte edhe Kaltrina, vajza e këngëtarit të ndjer Derflori, e cila përmes një postimi në Instastory shpjegoi se Miri nuk ka shkelur kur privatësinë e askujt dhe nuk ka kaluar kufi në marrëdhënie me vajzat apo banorët e tjerë. Sipas Kaltrinës, Miri është person që di të dëgjojë, të ndihmojë dhe të qëndrojë pranë kur ka nevojë. Ajo theksoi se sjellja e tij brenda shtëpisë është gjithmonë e respektueshme dhe e matur, duke e përshkruar atë si një burr me parime dhe kufi të qartë. Është e rëndësishme të mos harrojmë se gjuha e urrejtjes dhe përpjekjet për të thyer imazhin e dikujt nuk dëmtojnë vetëm personin në fjalë, por ndikojnë drejt për drejt edhe tek familja dhe njerëzit më të afërt, u shpreh Kaltrina, duke i bërë thirrje publikut të mos nxitojë për të gjykuar situatat e perceptuara nga jashtë të formatit të Big Brother. Big VIP Albania ju informoi një ditë më parë për deklaratën e babait të Selinës. Ja çfarë u tha një ditë më parë. Babai i Selin Bollatit, Jeton Bollati, ka reaguar për herë të parë publikisht lidhur me marrëdhënien e krijuar mes vajzës së tij dhe Mirit, duke bërë deklarata të forta dhe padoreza, ku kritika ndaj këtij të fundit nuk munguan as pak. Në një intervistë për emisionin Shqipëria Live, Jeton Bollati u shpreh se është i zhgënjur dhe i revoltuar nga mënyra se si po trajtohet situata, si brenda shtëpisë ashtu edhe jashtë saj. Ai e cilësoi Mirin si një person pervers dhe madje e quajti zhigolo, duke lënë të kuptohet se sipas tij, ky i fundit është i gatshëm të bëjë gjithçka për famë dhe përfitime materiale. Unë kam gabimet e mia, por ajo më ka ndjekur në çdo hap nga mbrapa. Do ju lutesha shumë të kishim pak më shumë sensibilitet. Nuk mund të merren gazetarët me pyetje se a u nda nga gruaja apo a u nda nga burri. Nuk është faji juaj personal, por është faji i sistemit. Jeta personale i përket çdo individi, u shpreh ai, duke kërkuar respekt për privatësinë e vajzës së tij. Jeton Bollati theksoi gjithashtu se Seli nuk është personi që po paraqitet në publik përmes disa mesazheve të shkëputura nga konteksti. Sipas tij, ajo nuk e ka kuptuar ende se çfarë po flitet jashtë shtëpisë dhe nuk ka informacion mbi perceptimin që publiku ka krijuar. Ajo nuk e di çfarë dim ne jashtë. Ajo nuk e ndjen atë që ndjejmë ne. Unë mendoj se ajo nuk ka kuptuar asgjë nga ajo që po ndodh, tha ai. Babai i Selin u shpreh i bindur në karakterin dhe forcën e vajzës së tij, duke deklaruar se ajo nuk ka bërë asnjë gabim apo krim dhe se ka besim të plot tek ajo. Vajza ime është burrnesh. Nuk ka hyrë aty për lek, pavarësisht halleve tona. Televizioni është një portë e madhe dhe ajo ka hyrë me dinjitet, theksoi Bollati. Sa i përket Mirit, ai tha se ka shumë mendime negative, por zgjodhi të mos i shpreh të gjitha publikisht për respekt të familjarëve të tij. Nuk dua të degradoj motrën, nënën apo vajzën e Mirit. Mendimet e mia për të, do t'ja them ose jo, kjo mbetet për t'u parë nëse do ta takoj në të ardhmen, shtoi ai. Në fund, deklaratat e tij u bën edhe më të ashpra, teksa kërkoi që sjellja e Mirit të analizohet nga profesionist. Duhet të merrni 2-3 psikolog për të matur perversitetin e atij mashkulli aty brenda. Ai një punë zhigolo mund ta bënte shumë mirë. Për lek mund të bëjë çdo gjë dhe për famë është i gatshëm të shkojë deri në fund. Përfundoi Jeton Bollati, duke shkaktuar reagime të shumta në publik dhe rrjete sociale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.